Radio 1 ju prezanton ciklin e temave Mos u trishto. O Allah, o Allah. Thuaj, Allahu ju shpëton nga ajo dhe nga çdo brëngosi. A nuk është Allahu që i mjafton robit të vet? Thuaj, kush ju shpëton prej errësirave të detit? Dhe ne deshëm që t'i lartësojmë ata që u shtypën në tokë. Allahu i madhëruar thot për profetin Adem. Pastaj Zoti i tij e zgjodhi atë. Ja pranoi atij pendimin dhe e vuri në rrugë të drejtë. Për profetin Nuh ai thot: Ne ja pranuam atij lutjen dhe e shpëtuam atë dhe familjen e tij nga tmerri i madh. Për profetin Ibrahim, Allahu tregon: Ne tham, o zjarr, bëhu i ftohtë dhe shpëtim për Ibrahimin. Ndërsa për profetin Jakub, durimi i mirë është shpresë që Allahu të mikthejë të gjithë. Profeti Jusuf i drejtohet pjesëtarëve të familjes. Zoti im këtë e bëri realitet, e mua më dhuroi mirësi kur më nxori prej burgut, e juve ju solli nga fshati. Allahu thot për profetin Daud: Ndaj ne ja falëm atij dhe ai është i afërt te ne dhe ka përfundim të mirë. Dhe për profetin Ejub: Dhe ne ja hoqëm atë vështirësi që kishte. Për profetin Yunus, Allahu thot: Dhe e shpëtuam nga tmerri. Ndërsa për profetin Musa, e ne të shpëtuam nga mërzia. Dhe për të fundit e profetëve dhe të dërguarve, Muhamedin, bekime dhe paqe pas mbi të. Në mos e ndihmofshit, atë e ka ndihmuar Allahu. A nuk të gjeti jetim e të bëri vend? Dhe të gjeti të pa udhëzuar e të udhëzoi? Dhe të gjeti të varfër e të begatoi? Çdo çast ai është i angazhuar në një çështje të re. Sjell një re, pastaj e largon. Përveç Allahut, askush nuk mund ta largojë. Mos u pikëllo, ditët rrotullohen. Kur Ibn Zubejri e burgosi Muhamed Ibn el Hanefien në qelinë e arimit në Mekë, Kuthejri tha: Bukuria e dynjas nuk do të zgjas për të kamurin. Ashpërsia e saj së shkatruese për të skamurin. Për të parin e të dytin ka një afat që do mbaroj, si një ëndër do u duket kur gjithçka të kaloj. Shekuj më vonë po thellohem mbi atë që ka ndodhur, dhe me të vërtet, është tamam sikur Ibn Zubejri, Ibn el Hanefia dhe burgu i arimit janë ëndra që kanë kaluar. E sa breza kemi shkatruar para tyre? Apo vren ndonjë prej tyre? Apo dëgjon ndonjë përshpëritje prej tyre? Si i burgosuri ashtu dhe burgosësi vdiqën. Këta dy kundërshtarë që debatojnë rreth Zotit të tyre. Transmetohet në një hadith të saktë se pejgamberi ka thënë: Haku do u jepet të gjithëve ditën e gjykimit. Edhe dhia pa brirë do të marrë hakun nga kafsha me brirë. Mos e kënaqni armikun duke e shprehur pikëllimin. Duke u trishtuar, ju i jepni kënaqësi kundërshtarëve tuaj, dhe ja përse feja jon na urdhëron të fusim tmerr në zemrat e armikut. Ta friksoni armikun e Allahut dhe armikun tuaj. Në ditën e Uhudit, kur Ebu Duxhana po ka përdisej brenda radhëve të muslimanëve, pejgamberi tha: Vërtet, kjo është një mënyrë të ecuri që Allahu e uren, përveç se në një situatë si kjo.
Në umre, pas Hudejbijës dhe para marrjes së Mekës, jo besimtarët i vëzhgonin muslimanët nga maja e kodrave. I dërguari i Allahut i urdhëroi muslimanët të silleshin rreth Ka'bes për të treguar forcën dhe qëndrueshmërinë e tyre. Dhe në atë ditë, besimtarët do të gëzohen. Armiqtë e së vërtetës trishtohen kur na shohin të gëzuar dhe të lumtur. Thuaj ju, vdisni në mlefin tuaj. Nëse të bie ndonjë e mirë, atyre u vjen keq. Ata duan t'ju lëndojnë në rënd. Pejgamberi ka thënë: O Allah, mos e lejo armikun ose xhelozin të gëzohet me fatkeqësinë time, dhe kërkojmë strehim në ty nga gëzimi i armikut me fatkeqësinë tonë. Një poet arab ka thënë: I riu vërtet mund të durojë çdo fatkeqësi, përveç gëzimit të armikut me hallin e tij. Të parët tanë musliman qeshnin, ishin të durueshëm dhe tregonin tolerim ndaj vështirësive për t'i thyer xhelozët dhe ata që kënaqeshin me hallet e tjetrit. Dhe për atë që i goditi në rrugën e Allahut, ata nuk u dobësuan, e as nuk u përkulën. Allahu i do durimtarët. Optimizmi kundrejt skepticizmit. Një ajet kuranor thot: Sa për ata që besuan, atyre u shtohet gëzimi dhe gëzohen për të. E sa u përket atyre që kanë sëmundje në zemrat e tyre, ajo u shton ndytësisë së tyre dhe ata vdesin jo besimtar. Kur përballeshin me një situatë vështirë apo edhe të rëndë, muslimanët e devotshëm të brezave të parë të Islamit ishin optimistë në qëndrimet e tyre, të bindur se, ndonse po përballeshin me vështirësi, do të pasonte lehtësimi, e keqja do largohej dhe çlirimi do të dukej shpejt. Por mundet që ju ta urreni diçka që është e mirë për ju dhe të pëlqeni diçka që është e keqe për ju. Ebu Derda i ka thënë: Unë i dua 3 gjëra që njerëzit i urrejnë: varfrinë, sëmundjen dhe vdekjen. I dua sepse varfria është modesti, sëmundja është larje mëkatesh dhe vdekja është takim me Allahun. Por të tjerët e urrejnë dhe përbuzin varfrinë. Disa shkojnë deri aty sa të thonë se edhe qend i urrejnë njerëzit e varfër. Një nga poetët thotë: Nëse ndonjë ditë shet të varfrin dhe të pastrehin, ai leh dhe tregon dhëmbët që të mjerin për qeshin. Profeti Jusuf tha për burgun: O Zoti im, burgu është më i dëshiruar për mua se sa ajo që më ofrojnë ata. Sa për vdekjen, kishte shumë prej të devotshmëve që e mirëpritën atë. Sahabiu Muadh ka thënë: Mirë se erdhe vdekje. Një e dashur më ka ardhur në kohë nevoje. Ai që pendohet është i suksesshëm. Të tjerët ankohen dhe largohen prej vdekjes. Hebrejt, për shembull, janë njerëzit më lakmiqar kur është fjala për këtë jetë. Allahu u thot atyre: Thuaj ju, s'ka dyshim se vdekja së cilës po i ikni do t'ju zërë patjetër. Vdekja në rrugën e Allahut është ëndra dhe dëshira e madhe e besimtarit. Disa prej tyre e realizuan premtimin duke dhënë jetën, dhe disa janë duke pritur. Mirë po ka të tjera akoma që urrejnë vdekjen dhe ikin prej saj. Një beduin ka thënë: Për Allah do e urreja vdekjen dhe në shtrat, ndaj si mund të pritet që ta kërkoj atë në front? Thuaju, largojeni pra vdekjen prej jush nëse mundeni. Thuaju, edhe si kur të ishit në shtëpit tuaja, ata të cilve ju është caktuar vdekja, do të dilnin në vendin e flijimit të tyre.
Ngjarja që përshkon tër historinë është një. Vetëm aktorët ndryshojnë. Mos u dëshpëroni. O njeri që je i mërzitur nga jeta, që ditët të duken të vështira dhe që i ke shijuar hallet e hidhura të jetës, mbaj mend se lehtësimi pason vështirësinë, se premtimi i Allahut është i vërtetë dhe se nëse je i sinqert, fitoria është pranë. Është premtimi i Allahut, e Allahu nuk e thyen premtimin e vet, por shumica e njerëzve nuk e din. Për dilemën tuaj, çfarëdo që të jetë, ka një shërim, dhe për vështirësinë tuaj, çfarëdo që të jetë, ka një zgjidhje. Falendëruar qoftë Allahu, që largoi prej nesh brengat. Vërtet Zoti ynë është falës dhe bamirës. O njeri, ka ardhur koha t'i shërosh dyshimet e tua me besim dhe mendimet e tua të shtrembra me udhërrëfim. Duhet ta heqësh shtresën e errësirës që të mbulon për të parë ndriçimin e diellit të vërtet. Duhet ta zëvendësosh idhtësinë e pikëllimit tënd me ëmbëlsinë e gëzimit. O njeri, prapa shkrettirës tharë që po kalon, ndodhet bari i gjelbër dhe toka pjellore. Frutat aty rriten me shumicë nga të gjitha anët. O njeri i kapluar me netët pa gjumë dhe thirrjet në errësirë. O natë gjatë, nisu dhe lërja vendin mëngjesit. A nuk është mëngjesi afër? Një mëngjes që të mbush me ndriçim, paqe dhe lumturi. O ju që mendjet ju janë birë nga hallet, çohuni në veprim pa u ngutur, sepse në horizontin e të padukshmes ndodhet zgjidhja dhe rrugdalja nga vështirësitë. O ju me syt plot lot, mbajini lotët dhe çlodhini syt. Qetësohuni dhe dijeni se krijuesi juaj ju mbron e ju ndihmon, dhe se mëshira e tij do ju sjell paqe. Kini mendjen të qetë, o robër të Allahut, sepse caktimi i Allahut është shkruar dhe çështja është vendosur. Dhe dijeni se shpërblimi juaj është i sigurt me atë që nuk e zhgënjen njeriu që kërkon ta kënaqë atë. Jini në paqe, sepse pas varfërisë vjen pasuria, pas hetjes vjen pija, pas ndarjes vjen takimi, pas pagjumësisë vjen gjumi i thellë. Ti nuk e di, Allahu pasaj mund të t'jap diçka rishtazi. O ju që jeni shtypur në tokë, që vuani nga uria, dhimbja, sëmundja dhe varfëria, gëzojuni dijes se do të ngopeni me ushqim dhe do të jeni të gëzuar e në shëndet të mirë. Dhe natën kur tërhiqet, edhe agimin kur ndriçon. Çdo musliman duhet jetë shpresues për Zotin e tij dhe duhet të presë me durim për mirësinë e tij, sepse ai që ka fuqinë t'i thot ji diçkaje dhe ajo menjëherë është i denjë t'i besohet premtimi. Askush mund të sjellë mirë përveç Allahut dhe asnjë nuk mund ta largojë të keqen përveç tij. Për çdo veprim ai ka urti dhe pas çdo ore ai sjell lehtësim. Ai e ka bërë mëngjesin ta pasojë natën dhe shiun ta pasojë thatësirën. Ndaj është në interes të muslimanit ta forcojë lidhjen e tij me Zotin e vet dhe t'i kërkojë atij më shpesh. Allahut kërkojni nga të mirat e tij. Luteni Zotin tuaj në përulje dhe në heshtje. El Ala ibn el Adrami dhe disa shokë të pejgamberit ngecën në mes të shkrettirës. Uji filloi të mbaronte dhe ata ishin në buzë të vdekjes. El Alai ju drejtua Zotit vet, i cili është dëgjues dhe i cili i përgjigjet lutjes së atij që i kërkon. Ai i tha: O më i larti, më i madhi, o më i urti dhe më i mëshirshmi. Në atë çast, shiu filloi të bjerë dhe ata pinë, morën abdes, u lanë dhe u dhanë për të pirë kafshëve të tyre. Dhe ai është që elshon shiun.
pasi që ata ti ken humbur shpresat dhe ai e shtrin mëshirën e vet. Ai është mbikëqyrësi, i lavdëruari.